Ti e ke menduar ndonjëherë vet ti futesh politikës? Jo, sepse do lidhemi me atë që thash fillim, unë jam I paaft në këtë që po bëj që ti hyj politikës, por angazhimi ne nisëm këtë intervistë duke thënë që ti që fëmijë, një nga tiparet që të ka dalluar është drejtësia. Dhe thoja që nëpërmjet aftësive që kam, talentit, gjërave që unë bëj, përpiqem ta ngres zërin, pra ta përdor të peshën time specifike për ti thënë njerëzve, ata që na shohin, ata që kanë sy dhe duan të na shohin, ata që kanë veshë duan të na dëgjojnë, dhe ata që kanë zë dhe duan të flasin, se çfarë I bën mirë këtij vendi e çfarë jo. Dhe unë nuk e përdor fuqinë time për të thënë njerëzve çfarë më bën mirë mua, sepse kam njohur shumë njerëz gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos me emisionin Pirania, kemi ndihmuar aq shumë njerëz sa kemi kuptuar edhe më në thellësi plagët sociale të këtij vendi. Dhe ajo që shohim është që shumë njerëz e shohin atë dheun nga maja e kokës tyre deri ke këmba e tyre. Për ata dheu janë ata. Nuk ka asgjë tjetër më shumë. Ose këtu. Po. Dhe kur ngrëm zërin për një padrejtësi, e ngrëm zërin sepse e mira për të gjithë është e mira për të gjithë. Nuk është mund të jetë e mira për të gjithë, e mirë për një person. Ndërkohë që ajo që shitet është që e mira për një person është e mira për të gjithë. Dhe kjo është ajo që unë mendoj që është arma ime më e fortë. Nëse një ditë kjo armë nuk do ketë fuqinë e nevojshme, pa diskutim që do gjetë një armë tjetër, por besoj prapë brenda artit. E ke menduar ndonjëherë jetën tënde jashtë Shqipërisë? Po patjetër, të gjithë kemi menduar jashtë Shqipërisë, por a e ke në plan ta bësh? Jo, nuk e kam plan ta bëj sepse unë ndihem më mirë që vazhdoj të bëjmë të njëjtat betejë për ditë me ata njerëz që janë kundra pedal I shoqërisë I zhvillimit, sesa atje ku do jesh I huaj dhe do luftosh do për kauzat e tyre, jo për kauzat e tua. Nga ande larg ti nuk mund të ndihmosh atë dheun tot njësoj si duke ndihmuar nga vendi jot. Dhe aq më tepër duke pasur antar të familjes jashtë shtetit, ti e kupton që në fund të ditës ti do shkosh atje, do kesh ca gjëra që nuk I ke këtu, por nuk do kesh ca gjëra që I ke këtu. Dhe kjo ndodh në çdo vend botës. Megjithatë më lejo të them Flor që ti e ke marrë mikrofonin për kauza publike mjaft me rëndësi. Çfarë të ndaloj që ta vazhdoje atë aktivizëm dhe nuk po them me një formacion konkret, po them në tërsinë e vet. Mungesa e mbështetjes apo frika? Dhe frika është njerëzore, nuk ka asgjë të keqe. Absolutisht më që është njerëzore, por nuk ka lidhje me frikën dhe nuk ka lidhje as me ndalimin e asaj aktivizimi. Pra në fakti që ne nuk po bëjmë më protesta ose nuk më sheh mua në një protestë. Protesta e fundit ka qenë ajo për heqjen e taksimit të profesioneve të lira. Po, që fal të gjithë atyre që morën guximin dhe erdhën, që folën, që ngritën zërin, u ndërgjegjësua një pjesë e madhe, qoftë edhe sistemi gjyqësor, mendoj unë, që të ndalonin që ta ndalonin atë marrëzisë, që ishte një marrëzi. Dhe ajo gjë nxorrin pa fytyrën e vërtet qeverisë dhe nxorrin pa fytyrën e vërtet atyre njerëzve që përpiqen që ata ku të stimulohen, pra ata të vetë punësuarit, shtresa e mesme, duhen stimuluar sepse ata janë ingranazhi më I fuqishëm që lëviz ekonominë edhe vendin. Nuk mund t'i taksosh ata pak artistë të cilëve u ke heq dhe muzeun, u ke heq edhe galerinë e arteve, u ke heq dhe teatrin, u ke heq, nuk kanë as cirk, dhe pastaj thua dilja vet, si dilja vet. Kur ti më pret të gjithë fushat ku unë mund të garoj, si mund t'ja dal vetëm? Jo vetëm unë, por gjithë kushdo. Të ka shpërblyer financiarisht zgjedhja e këtij profesioni? Zgjedhja të qenurit aktivist apo artist? Jo, artist. Po ka shpërblimet e veta, ka problemet e veta, ende ne synojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian, edhe këtë trumpetojnë gjithë televizionet, por ama një nga kushtet për të hyrë në Bashkimin Evropian janë zgjidhja të gjitha çështjeve me drejtat e autorit. Që I përket artistëve. Dhe nëse ka një shkelës të madh në këtë vend, janë pikërisht televizionet. Duke filluar edhe nga televizioni ku unë kam qenë pjesë. Jo vetëm mua, por edhe shumë artistëve të tjerë. Dhe lind pyetja, po si do hyjmë neve kur këta televizione shkelin me vetdije këtë ligj në kurrizë të artistëve, përfitojnë kurrizë të artistëve. Si do ecë përpara? Sepse ndoshta duhet të ketë një sindikat të artistëve. Po edhe po pati sindikat I kujton se funksionon sindikata këtu? Jo sindikat kuptimin e formal, një sindikat me gjithmonë që të funksionojë, të kryejë detyrën dhe funksionin e saj. Si duhet të ketë shumë sindikata të tjera. Problemi këtu është që ndoshta nuk është fare qëllim as I qeverisë, as I
mediave që të plotësojnë këto kritere dhe të fusin Shqipërinë në Bashkimin Evropian, sepse për sa kohë nuk duan të zgjidhin këto gjëra dhe pas zgjidhur këto gjëra te nuk hym, përgjigjja është e qartë.